Këshilli i lartë i prokurorisë miratoi listën me 4 kandidat për garën për drejtimin e SPAK. Kush është dakord? Adnan Gjoli, Doloreza Musabelliu, Klodian Braho dhe Elvin Gokaj plotësojnë sipas verifikimeve të gjitha kushtet. I propozon Këshillit miratimin e listës me 4 emrat si përmendur që plotësojnë kushtet paraprake për kandidim për vendin vakant të drejtuesit të prokurorisë posaçme. Miratimi i kandidatëve për kreun e SPAK u bë me 10 vota nga 11 që janë në total. Një prej anëtarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Ezeqir Hoda, u tërhoq nga votimi pasi kërkoi që të shprehej më parë Këshilli nëse ishte në konflikt interesi për shkak se djali i tij është zgjedhur hetues në byron kombëtar të hetimit. Edhe pse çështja formale mendoj që duhet largohem nga votimi për të marrë kohën e duhur, unë dhe institucioni, për të mbajtur edhe një qendrim më drejtë dhe ligjore. Të 4 kandidatët do të ftohen për të intervistuar nga KLP. Ata pritet të nënshtrojnë një procesi të hapur përmes intervistave publike dhe vlerësimeve nga KLP, ku do të merret parasysh përvoja e tyre profesionale, integriteti, vizioni dhe aftësia për të drejtuar SPAK. Kreu të prokurorisë së posaçme Altin Dumani i përfundon mandati 3 vjeçar me 18 dhjetor.